Aleluja. Shalom që ju të gjithëve që po më ndiqni në emër të Jashuas, Adonai qoftë me ju. Është pak vonë siç mund ta shikojmë, por gjithsesi të nesërmen kur ju mund ta dëgjoni, lutem që të jetë për ndërtim, lutem që të jetë për ecjen tënde, që të nderojmë gjakun e beslidhjes me të cilën na veçoi, na shëntëroi Mesia Jeshua. Do flasim për disa aspekte siç e shikon në ekran, që shkrimi na këshillon. Mbi të gjitha, unë desha të thesha, kjo video, siç dhe Facebooku ka deklaruar, mund të qëndrojë me sa kontuar për 30 ditë. Masandaj Facebooku automatikisht i heq videot live që një person mund të dali. Ka dhënë paralajmërimet e tij. Kjo është agenda që e dim kush është mbrapa. Gjithsesi unë po postoj në këtë rast kanalin ton në YouTube, kur ju mund të ndiqni mësimet, ndërtimin tuaj dhe çdo gjë tjetër që unë flas për ecjen, për ndërtimin tënd, për përgatitjen për të hyrë në portat e lavdisë në qytetin e Jeruzalemin e Ri që po zbret nga qielli, derisa dhe akoma në YouTube të ketë dritë që ati na lejoj akoma, por gjithsesi ministria tonë kryesisht është e agjonuar në YouTube, në kanalin tonë. Lutem që çdo aspekt frymëror që të nevojitet, vëlla motër, lutem që të jesh i urtë për ecjen tënde, për reformimin tënd, për rritjen tënde, sepse dëgjojmë dhe shikojmë shumë gjëra që nuk janë biblike dhe do t'i adresojmë disa prej tyre lavdiatit. Le të shkojmë në shkrimi menjëherë, lavdimrit të tia. Në librin e Jeremiahut, shkrimi thotë, më tha akoma, o bir njeri u nisu dhe shko në shtëpinë e Izraelit. U tregova atyre fjalët e mia, sepse nuk je dërguar te një popull me një të folur të errët, por në një gjuhë të vështirë, por në shtëpinë e Izraelit, jo të shumë popull me një të folur të errët dhe një gjuhë të vështirë, fjalët e të cilët ti nuk e kupton. Me siguri po të kisha dërguar tek ata, do të kishin dëgjuar, por shtëpia e Izraelit nuk do të dëgjojë dhe nuk duan të më dëgjojnë mua. Në fakt, tërë shtëpia e Izraelit e kanë ballin e fortë të zemrën kryeneqe. Ja, unë e bera fytyrën tënde të fortë kundra fytyrës së tyre dhe e bera ballin tënd të fortë kundra ballit të tyre. Unë e bera ballin tënd si një diamant me të fortës se stralli. Mos ki frikë prej tyre, mos u trem nga ata, sepse janë një shtëpi rebele. Kjo ishte një nga deklarata që ati bërë nëpërmjet profetit Jeremiahu në kohën e tij, sepse shtëpia e Izraelit në atë kohë, asambleja e krijuar ku fillovi në shkretëtirë, kishte disa aspekte që duhet punonte me veten e saj. Dhe ati dërgovi profetin e tij për të lajmëruar dhe siç thotë, gjithashtu në të njëjtin libër, kur shikon në këtë rast që dikush është në mëkat dhe ti në këtë rast ati nuk e lajmëron dhe masandaj ai vdes, thotë gjaku i tij do të jetë mbi ty, thotë, por nëse ti e lajmëron, atëherë thotë gjaku i tij thotë nuk do të jetë mbi ty. Dhe lutem atit që ne të jemi të urtë për të marrë nga shkrimi, për të marrë çdo gjë që shkrimi na flet, çdo aspekt frymëror për rritjen tonë, sepse jemi në ato kohë dhe pikë së pari shpëtimi tonë, ngulmimi tonë deri në fund për të shpëtuar është prioriteti. Dhe do t'i prekim disa aspekte që shkrimi flet. Në librin e Johanan Gjonit, në letrën e parë, kapitulli 1, vargjet 5 dhe 7, siç e shikojmë në ekran, thotë, dhe ky është mesazhi që dëgjuam nga ai dhe po ja shpallim juve. Elohim është dritë dhe në të nuk ka fare kur thotë errësire. Po të themi se kemi bashkësi me te,
dhe ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën. Po të ecim në dritë, sikurse ai është në dritë, kemi bashkësi me njëri tjetrin dhe gjaku i Jashua Mesias, birit të tij, na pastron nga çdo mëkat. Mesazhi në këtë rast që u dha apostujve të tija, në këtë rast, ishte mesazhi i lajmit të mirë të mbretërisë. Lajmi i mirë i mbretërisë që po vjen, lajmi i mirë i mbretërisë që është për secilin të pendohet dhe beson tek Mesia Jashua dhe fillon rruga e tij për të njohur karakterin e vërtetë të Atit, që ai në këtë rast është të ndron në dritë dhe është dritë. Lavdiatit. Tani si mund ta njohim në karakterin e tij? Karakteri i tij shfaqet në shkrimin, në fjalën e tij. Ndoshta për ju që jeni akoma të rinj në besim, unë lutem Atit që ti, vlla motër, në besim në Jashuan, të kesh prioritet, të kesh kërkimin tënd, të kesh disiplinën tënde, të kesh zemrën që kërkon dhe në këtë rast të do ngulmoje në shkrimin në Bibël për të lexuar, medituar, studiuar shkrimin e tij. Ajo do jetë forca jote, në këtë rast të shkrimi dhe fjala e tij do të jetë shërim për kockat e tua, do t'japi drejtim në rrugën tënde, dhe unë lutem Atit, vlla motër, që ti të lexosh nga Zanafilla deri në zbulesa, ta përveçosh shkrimin në kohën, në këtë rast të caktuar, në kohën e nevojshme, por unë lutem Atit që mos mbyllet dita pa lexuar në këtë rast shkrimin, pa në këtë rast po mos kalosh kohë të kesh agjonuar me zërin që vjen prej lart. Shumë prej jush nuk janë akoma në, si thua, në pozicionim ndaj dëgjimit të zërit të frymës. Fillo me shkrimin, vlla motër. Fillo me shkrimin sepse ai do jetë forca jote, Ati do të flasi. Ajo është letra e dashurisë që Ati na ka dhënë secilit prej nesh, që neve të meditojmë në urdhrimet, në festat e tija, çdo gjë që ti do kesh nevojë për ecjen tënde, do ta gjesh në fjalën e tij. Fjala e tij është e rafinuar, fjala e tij është e pastruar, është e besueshme, është e jetë dhe ka fuqi. Në emër të Jashuas. Kjo për sa i përket një përmbledhje, tani le ta shikojmë pak të parën e Gjonit 1:5 dhe 7. Ky është mesazhi që dëgjuam nga ai dhe po ju shfallim juve, Elohim Ati është dritë. Lavdiatit është dritë, në të rast nuk ka farë kurrë errësire, qëndron në dritën e paafrueshme, sepse ne kemi akoma betejën e mishit, kemi akoma thumbin e mëkatit, por në atë ditë, në ringjalljen e trupit tonë, për të marrë trupin ynor, siç Mesia ka, në këtë rast të thumbi mëkatit, vdekja do të jetë hequr, do marrim trupin ynor për të qenë pjesë e fillimit të mbretërisë 1000 vjeçare, mbas mundimit të madh, lavdiatit, mbas zemërimit të Atit, do zbresi nga qielli i tretë, siç e kam postuar dhe ndoshta edhe ju keni parë postimet e mia, Jeruzalemi i ri, qyteti i ri, për të qenë pjesë kush? I drejti, zemër buti që do të trashëgojë tokën, do të Psalmi 37, 11 dhe 29, lavdiatit. Zemër buti do trashëgojë tokën. I drejti do të, në këtë rast, do të banojë në tokën e premtuar, ajo tokë e restauruar. Në këtë rast, kur vetë Ati do zbresi me qytetin me birin e tija, në atë 1000 vjeçarin, lavdiatit, ne do kemi marrë trupin ynor, ata që Ati ka vendosur të denjë për të qenë pjesë e mbretërisë së tija, dhe pikërisht për këtë po ngulmojmë në zemrën tënde, për këtë po lutemi, po vajtojmë për ecjen në këtë rast që Ati na kërkon për të qenë të denjë, për të hyrë në portat e qytetit, siç masandaj zbulesa 22 e thot hapurazi, në qoftë se do kemi akses ndaj grurit të jetës për të hyrë në portat e qytetit, si rezultat i t'i venit në praktikë të urdhërimeve të tija. Urdhrimet e tija janë të vërteta, ligji i tij është i vërtetë, lavdiatit dhe është dritë. Lavdjemrit të tija, ligji është dritë, siç është gjithashtu Ati, sepse ligji, urdhrimet, festat e tija, sabati i tij është pjesë e karakterit të Atit. Elohim është dritë.
Dhe po themi se kemi bashkësi me te, dhe ndoshta shumë prej nesh, apo drejtuesë thotë, sot kemi që deklarojnë dhe shpallin me gojën e tyre që unë kam bashkësi me te. Por në qoftë se nuk e vëmë në praktikë urdhrimet, festat e tija, në këtë rast, personi po ecën në errësirë dhe po gënjen veten e tij sepse nuk po e vën në praktikë të vërtetën që vjen në këtë rast në fjalën, në urdhrimet, në festat e tija. Dhe normal që shikojmë çdo lloj praktike pagane dhe shikojmë çdo aspekt që kemi të bëjmë me atë që jeni të zellshëm ndaj urdhrimeve dhe traditave të njerëzve, të marra nga kalendarë pagan, por nuk pas kemi zemër, nuk kemi në këtë rast një dëshirë të ngulmojmë për të ditur farë mund t'i pëlqejmë, në këtë rast si mund të pëlqejmë zemrës së Atit, për të nderuar atë gjakun e beslidhjes me të cilën Ati na veçoi fillimisht kur neve u penduam dhe thamë besoj tek Jashua Mesia, besoj tek mbreti i mbretërve, për shpëtimin tim, u vulosëm me frymën e shenjtë të premtimit. Dhe është për të ardhur keq sepse shumë sot mendojnë se janë vulosur me frymën e shenjtë të premtimit. Por do të shikojmë ecjen dhe çfarë përcakton vulosja e frymës së shenjtë. Përcakton nderin, përcakton ecjen në këtë rast në drejtësi, përcakton largimin nga mëkati. Dhe thot veç shkrimi, dhe kur kemi gjithashtu thot bashkësi me njëri tjetrin, dhe ky është një aspekt që sot nuk merret parasysh sepse bashkësia me njëri tjetrin, mjafton të kemi paqe largë. Mjafton në këtë rast që unë nuk kam kundra asnjë gjë ndaj teje. Këto janë bashkësia me njëri tjetrin, kur këshillojmë diçka ndaj urdhrimeve festave të Atit, masandaj menjëherë kemi atë refuzimin. Përse? Sepse ka diçka brenda që refuzon ecjen në drejtësi, refuzon në këtë rast dritën, sepse Elohim është dritë, ligji i tij është dritë, urdhrimet e tija janë llambë dhe janë dritë në shtegun tim, thotë djathtë në njëjtin kapitull të Psalmit 119, konteksti që sot nuk merret parasysh. Dhe kur dëgjon disa ashtu quajtur drejtu të vetë shpallur, që masandaj dëgjon me fjalët me shumë eufori dhe me shumë zell ndaj disa deklarimeve, dhe mua më vjen çudi sepse tani unë do të ndjekim Mesian, lavdjati do ta ndjekim, po si do ta ndjekësh? Do ta ndjekësh në deklarime filozofi boshe apo do ta ndjekim lavdjatit në shkrimin e tij? Çfarë Mesia praktikoi, çfarë Mesia në këtë rast eci, si na tha në Mateu 5, si na tha në këtë rast në Mateu gjithashtu 4, na dha rrugën në këtë rast që ai kishte ecur sepse kishte marrë prej Atit dhe ishte dhënë fjala jetës më përpara. Kur flet në këtë rast për disa aspekte të veçimit, të shenjtërimit, të ecjes tonë për të pëlqyer dhe nderuar gjakun e beslidhjes të Mesias Jashuas, kur flet për disa gjëra, masandaj menjëherë kemi atë stepjen, kemi atë të kurjen, kemi refuzimin sepse nuk e lejojnë frymrat që janë brenda, atë person të eci në rrugën e drejtësisë, sepse është mendja mishore masandaj që manipulohet nga errësira. Dhe kur ne nuk e vëmë në praktikë urdhrimet festat e Atit, normal që po ecën në errësirë. Po vlla çfarë po thua, sepse këto gjëra në këtë rast të ti po i deklaron pak ashpër. Jo vlla e motër, sepse liçeni zjarrit do jetë më i ashpër se deklarimet e mia. Liçeni zjarrit për shumë prej nesh, masandaj nuk dua që ti të jesh pjesë. Por lutem Atit që të punojë në zemrën tënde, punojë në zemrën e ngurtë të sot, sepse kur flasim për fjalën, kur flasim për shkrimin, sot nuk merret parasysh shkrimi, por marrim çdo filozofi dhe mashtrime të kota personale. Dhe gjëja në këtë rast që na intereson është çfarë unë mendoj, po çfarë thot konteksti i shkrimit, çfarë thot Bibla, çfarë thot një kapitull, çfarë thot një libër i tërë, lavdiatit. Që neve duhet të marrim mesazhin e vërtetë, urdhrimet, karakterin e Atit, që shpreh gjithashtu, po të shikosh ligjin e përtrirë 32. 4. Masa shikon librin e Jeshajat Isaias 6. 23. Shikon karakterin e Atit, që është i drejtë i mirë, thot gjithashtu është i veçuar, është i shenjtë. Vjen në Romakët 7:12, ligji i tij është i mirë, i drejtë, i shenjtë. Çfarë ka këtu për të mos kuptuar vlla motër?
ne mendojmë se e njohim karakterin e Atit në filozofinë tonë, nuk e njohim Atin, veç se shkrimi do të më thotë dhe shkrimi duhet ta thotë ty në të jetën tënde të përditshme, të dalësh nga mësues të rejmë, të ecës në urdhime në festat e tia, sepse në ato festa e nderojnë është adhurimi i lartë, adhurimi i vërtetë në frymë. Ecja në frymë që përcakton zbatimin e fjalës të urdhrimeve që Mesia mbajti për 33 vjet. Dhe sot pastori Kent nuk flet për ato gjëra, po flasim në atë mendjen tonë mishore në këtë rast bëjmë 2-3 pika, dhe ajo që ka formimi dishipullizimi ndaj Mesias. Më fal. Një sekond, më falni. Kemi bashkësi me njëri tjetrin kur ecim në bindje vëlla motër. Kur ecim në urdhrimet e tia, sepse është karakteri tia, që janë në këtë rast e jash jeta jote, lavdiati ligji për të rirë thotë që ato janë jeta jote me erdhën e zemër. Është jeta jote thotë shkrimi. Është në këtë rast instruksionet për jetën tonë, për të ecur, për të gëzuar të mirën e Atit. Dhe sot, masandaj, ndoshta ti nuk e ke kuptuar akoma. Por drejtuesi në këtë rast që duhet të mësojnë fjalën, kanë filluar me anullimin dhe i quajnë në këtë rast të brengë, i quajnë zgjedhë sot disa pastorë dhe këtë njëjtën në këtë rast të rrjedhë që flitet. Si që kanë urdhrimet e Atit që nuk janë të rënda para Gjonit 5:3. Si që kanë zgjedhë, si që kanë në këtë rast të anulluar kur Mesia nuk tha një gjë të tillë, përkundra se tha unë nuk kam ardhur për të anulluar karakterin e Atit. Si të mendojmë që Mesia tani në këtë rast na thot neve që të ecim në paudhësi, kur ai eci drejt pa mëkat dhe i mbajti për 33 vjet urdhrimet e Atit, që shkrimi deklaron hapërzi me çdo lloj evidence. Dhe sot dalim me mendje mishore me ta shquajtur drejtues që Ati nuk ka thirrur dhe nuk ka dhënë autoritet, nuk ka dhënë asnjë lloj vaje, asnjë lloj thirrje, sepse një gjë e tillë Ati nuk e dhënë në funksion për të anulluar ligjin e tij, sepse janë profetë të rrem. Se po të mendosh ti që Mesia në këtë rast e ka anulluar ligjin, po deklaron hapërzi që ai ishte profet i rrem. Por nuk ishte lavdiati sepse zbatoi urdhrimet e tij në çdo pikë. Duke ditur që shkelja urdhrimeve është mëkati. E para Gjonit 3:4, Levitiku 4:2, mëkati është shkelja e ligjit. Si mund të mendosh një gjë të tillë? Si mund të deklaroj dikush dhe jam afruar dhe kam patur biseda? Si me mesazhe, si live dhe disa prej tyre dhe I kam regjistruar për të pasqyruar hipokrizinë që flasim dhe mendojmë dhe kemi besuar gjëra të tilla. Si mund të mendosh që Mesia vet, duke praktikuar me apostujt, urdhrimet, festat e Atit, duke mbajtur në përpikshmëri, në përsosmëri lavdiatit, duke qenë pa mëkat. Masandaj, mbas ringjalljes së tij, na këshilloi neve të bëjmë të kundërtën, tani I ka anulluar Satani me çdo ligësi që ka dalë nga këshillat e Nicejës apo çdo gjë që është krijuar në Konstantinopol, çdo gjë që erdhi në vitet 300, që shumë prej jush, vëlla motër, nuk e kanë absorbuar, nuk keni kuptuar dhe nuk është e tenë sepse duhet të gërmosh, por vjen një kohë që shikon përse këto gjëra në këtë rast janë në këtë mënyrë. Fillojmë bëjmë pyetje ndaj shkrimit, fillojmë bëjmë pyetje ndaj praktikave që kemi. Dhe çdo gjë që ka ardhur mbas apostujve, që erdhi dhe anulluan dhe në këtë rast të dhanë ty shumë gjëra. Kur vllai flet për gjëra të tilla, kam adresuar çështjet frymërore, kam adresuar evidencat e çdo shkelje dhe heqje, ndryshimin nga sabati duke çuar të dielën, nga ditën e Pashkës e bën të dielën, jo sipas urdhrimit që do të jetë ditën e 14 të muajit të parë, që po vjen në datën 8 prill dhe në datën 26 është viti I ri I biblik lavdiatit. Ne ngulmojmë për të ditur kalendarin e tij, ngulmojmë për të adhuruar në festat e tij. Por nuk mund të deklarosh se siç dalim sot, të adhurojmë në frymë dhe në të vërtetë, masandaj ecja tonë ku është. Me fjalë jemi shumë të zotë sot. Me fjalë shumë njerëz deklarojnë. Do t'i njeni nga frutet, cile janë frutet. Frutet e anullimit të festave të Atit, me njerë fillojnë masandaj duke sjellë arsyetimin ndaj shkrimit. Por dhe çfarë po bëjmë? A nuk e tha shkrimi pak më përpara?
Nuk e kanë tha me ty, i than vllajt Jeremiahut, profetit. Nuk e kanë me ty, tha. Por shtëpia e Izraelit tha nuk do të dëgjoj sepse çfarë? Nuk duan të më dëgjojnë mua. Apo dhe profetët e Atit në këtë rast e patriarkët tonë, e drejtanët të besimit nuk ecën në urdhrime në festat e tija. Do me thënë, për ata ishte karakteri i Atit ishte në rregull, në këtë rast ata kishin një marrëdhënie, ishin të lidhur ngushtë me Atin në kohën e tyre, por kur erdhi Mesia sipas dikujt, tani Ati ndryshoi karakterin e tij. Ndërkohë që ligji i tij është i përjetshëm, do ta zbatojmë në 1000 vjeçarin. Do mbajmë festa, tashia e gjërave që të vinë, Kolosianë 2 ta dhon hapurazi. Dhe kur shikoja një vëlla në Amerikë, merrte në një intervistë dikë, një drejtues, dhe po i sillte shkrimin, po i theshte në këtë rast, ndërkohë pastori po përdorte Kolosianë 2, që ka një kontekst në vargu 4. Mos u tërhiqni, thot apostulli Shaul Pali, thot, nga filozofitë e mashtrimet e kota të njerëzve, thot. Dhe vjen masandaj duke përcaktuar, thot, në vargu 8, filozofitë e tyre mos i dëgjoni, sepse në këtë rast mos u gjykojnë ata, thot, për ju që po mbani sabatin, apo po nderoni në këtë rast muajin e parë, siç është nga udhërimet e Atit, që dita e parë e muajit të mbahet mend. Lavdiatit. Masandaj thot që to janë një hija gjërave që po vinë, thot. Në 1000 vjeçarin, në thot hapurazi Jeshajahu 40 në këtë rast 66, nga një sabat një tjetër, nga një herë një tjetër do vinë të më adhurojnë mua, thot Jahve i ushtrive. Ezekieli 44 flet për periudhën e Ezekieli komplet nga kapitulli 40 deri në 48 flet për periudhën e 1000 vjeçarit, që do jetë mbas zemërimit të Atit, mbas mundimit të madh, ndërkohë mundimi i madh do jetë për të gjithë botën bashkë me besimtarët. Do provojnë zemrat akoma. Hombe që do të kenë mbetur të mbas zemërimit të Atit, çfarë do bëjnë? Nga Sioni do dalë ligji. Jesajahu 2, vargje 3, që Mesia vetë në këtë rast na këshilloi, të lutuni, thot, që ikja juaj mos jetë, thot, në ditën e dimrit, apo në sabatin. Përse përmenden akoma gjëra të tilla? Përse përmenden Mesia thotë që në këtë rast ju thoshte çdo hipokrizie që gjeti zyrën e korruptuar të paresinjve dhe të drejtuesve të Këshillit të Sinedrit të asaj kohe. Ju në këtë rast do të jeni të zemëruar me mua sepse shërova një njeri në sabat dhe sipas jush ajo është punë. Ndërkohë, ju e rrethpreni njëri në sabat që të mos shkelet ligji, të mos thyet ligji në Gjoni 7, thot vargu 22. Mesia vetë po të thotë në këtë rast urdhrimet e Atit, që janë akoma aktive. Por kur shikojmë vargje të tilla, nuk ka dritë. Nuk ka dritë, më lutem Atit që ti të hapen sytë e mendjes vëlla motër, të shikosh shkrimin, ta praktikosh atë shkrimin. Shikoje Isaia 56, çfarë flet për hyrjen në portat e qytetit. Cili është konteksti, çfarë duhet të mbajmë ne, çfarë duhet të mos përdosim neve, sabatin, festat e tija, për të na dhënë një emër në këtë rast dhe një vend në atë qytetin që po vjen me 2300 km2 që po zbret këtë rast, ajo nusja Atit, dhe normal që sot kemi marrë, po ne jemi nusja. Është qyteti i ri që po vjen, Ati ka përgatitur dhe thot në Zbulesa 22 thot. Fryma dhe nusja, kujt të thoshte besimtarve, eja ku, eja të hyni, sepse me atë të bindjes së frymës, në këtë rast të hysh të qytetin e ri, në Jeruzalemin e ri, në malin e Sionit, në malin e shenjtë. Sa gjëra nuk të janë tenë, vëlla motë, sa gjëra të janë shtrembruar. Lavdiatit për disa ndoshta që ka, normal që nuk e di në Shqipëri, sepse sot nuk e di, a ka një asamble që mund të praktikojë apo mund të zbatojë festat, urdhrimet e tija. Por mbar botës ka vëllezër, më fal një moment. Ka vëllezër e motra që praktikojnë festat, urdhrimet e tija, ecin të denjë përpara tija. Në të mirë e mundshme, vëlla motër, çdo ditë për të zbatuar për urdhrimet e tija. Mësojmë, ngulmojmë. Jo të themi tani nuk do t'ja di, po kështu është situata këtu. Si e qenka influencuar nga vendi ku jemi, vëlla motër.
Ati në këtë rast është influencuar nga situata që ai në këtë rast e ka lejuar dhe shumë herë krijon. Si do të testoj zemrat tona, ku jemi, po zbatojmë fjalën, urdhrimet, festat e tija, apo po ndjekim profetë dhe mësues të rinj, me çdo anullim dhe mbajtje të festave pagane. Dhe shumë prej nesh pas andaj mbrojnë, si dilte dikush, po çfarë ke ti me atë? Me pas par kam, me asnjëri nuk kam. Po lutem që të nxjerr tynë dhe pastorin tënd nga flakët e nga liçeni i zjarrit, se duke praktikuar mëkatin pa udhësinë, unë lutem atit që ai mos dëgjoj ato fjalë, si thot Mateu 7. Se bazojmë sot e ecjen apo ja shenja mrekulli. Ndërkohë shenja mrekulli ta thot zbulesa që kishte Satani plot dhe do bëj në orët e fundit. Po çfarë frymë është mbrapa? Ai. Kur kemi bashkësi me njëri tjetrin, ecim në urdhrimet, ecim të drejtë përpara Atit. Ecim pa mëkat në atë moment që po zbaton urdhrimin në atë ditën tënde. Kur vetë Mesia na thot, jeni të përsosur, siç Ati ju në qiell është i përsosur. Atëherë nuk çka ka mundur, atëherë në këtë rast neve e kemi të pamundur të jemi të përsosur përpara në këtë rast mbretërit të lavdisë, Elohimit Jahve që është në qiell. Ku mund ta gjejmë përsosmërinë e tij? Në ligjin e përsosur, ta thot Jakobi 1:25, të ngulmojmë në te, jemi perës të veprës së ligjit. Psalmi 19 të thot, e bën të urtë njeriu e thjeshtë, jep të shpërtori ka, thot në vargun 9, mos ta bësh shpërtori tën, thot është i lajmëruar prej urdhrimeve fesë në këtë rast të ligjit tën, thot është i paralajmëruar. Përse? Sepse ndryshe pasandaj shkel thot dhe ecën kundra të është i paralajmëruar thot. Dhe gjithashtu në mbajtjen e tyre pa një shpërblim të madh. Shpërblimin ku e gjejmë vëllai në jetën e përjetshme që po vjen, në mbretërinë që do zbresi dhe në këtë rast do trashëgojmë tokën. Në qoftë se ti në këtë rast ecën në ligjin në përsosur për të kryer në këtë rast edhe për të ecur në urdhrimet e tija, për të nderuar karakterin e Atit, për ta dashur në këtë rast me gjithë zemër, se çfarë Gjonit 5:3, dashuria e vërtetë. Dhe le t'i lejmë këto emocionalizëm, këto ndjenja që i vjen përpara zbatimit të fjalës. Ndjenjat në këtë rast po të çojnë në rrugë të keqe shumë herë, shkojnë ndjenjat e botës, ndjenja ndaj kënaqësive, ndjenja ndaj të njëjtit gjinie. Ato janë ndjenja, por t'i vëmë ndjenjat përpara për caktojnë drejtsinë e Atit. Vendosim shkrimin, vëlla motër. Vendosim shkrimin përpara, bindjen. Më pëlqen apo nuk më pëlqen mua, do ta në këtë rast atë shkrim që shikova, do mundohem ta praktikoj. Atë më jep forcë, më jep hirin, të pëlqej tyne. Mos më lejo atë që të mund të shkel urdhrimet të tënde, se ndryshe eci në mëkat. Një koncept parimor, themelet, bazat, janë froni i tija, drejtësia dhe e drejta janë themelet e fronit të tija, thot psalmisti. Vazhdojmë. Lutem Atit që shkrimi që po përcaktoj në ekran, lutem që të preki zemrën tënde. Kështu dhe Mesia nuk e përvesoj ai vet lavdinë që të bëhet kryeprift, po ja dha ai që i tha kush Ati, ti je biri im, sot ti më linde. Dhe ashtu si thuhet diku gjetiu thot, ti je një prift për jetë, ku thoshe? Thoshe në psalmi 110, në psalmi 2, ti je një prift në të rast për jetë, si pas rendit të Melkisedekut, i cili në ditën e mishit të tija, flet për Mesian, me klifma të larta dhe me lot, i ofroj lutje dhe përgjërimesh, kujt Atit, që mund ta shpëtonte nga vdekja, vetë Mesian, vëlla motër, që mund ta shpëtonte nga vdekja. Çfarë ofroi ai? Ofroi klifma të larta, me lot, lutje dhe përgjërime, që ti dhe unë duhet të bëjmë. Që Ati mund na shpëtojë neve nga vdekja, sepse duke bërë në atë mënyrë po tregon zemrën e përulur, duke bërë në atë mënyrë po tregon në këtë rast që ti dëshiron ta shtypësh në këtë rast mishin tënd.
Dhe ati do veprojë si rezultat I bindjes dhe zemrës që do qosh për para ti, dhe fryma do veprojë për ta shtypur mishin tonë. I ofroj ati që mund ta shpëtonte nga vdekja. Shumë prej nesh nuk e kanë parë këtë shkrimin. Sot as drejtuese nuk e marrin parasysh libra të tilla. Dhe u dëgjua. Ju lut me klip më të lartë, me lot, ju ofroj lutje dhe përgjërime. Përgjërimet janë një vëllai për ju që ndoshta nuk e kuptoni. Përgjërimet janë një nivel më I lartë I lutjes. Në kopshtin e Getsemase, po të shikosh lotët në këtë rast dhe djersa po djersa që po zbriste si pik loti. Nga çfarë? Pikërisht sepse ishte ai momenti krucial që ai po ofronte lutjet dhe përgjërimet. Dhe tha në këtë rast, jo të bëhet, se pati momentin, jo të bëhet vullneti tim, tha, po të bëhet vullneti tënd, dhe se do kaloj në thënentat. Dhe u dëgjua për shkak të frikës së tij, frikës që pati Mesia nga ati I tij, nga Elohim. U dëgjua. Dhe ti dhe unë mund të dëgjohemi vëlla motor. Në qoftë se në këtë rast neve kemi atë përuljen, kemi frikën në zemrën tonë ndaj Atit, që është fillimi I urtësisë, që është fillimi I njohjes. Dhe kuptueshmëri të mirë kanë ata që zbatojnë urdhrimet e Tij, thot psalmisti. Dhe u dëgjua për shkak të frikës së Tij, sepse në këtë rast kishte bindjen, çovi bindjen përpara Atit apo jo. Nuk e tha pak më, nuk se thot pak më vonë, thot. Dhe pse ishte bir, dhe se ishte në këtë rast doli prej tij, dhe se ishte në marrëdhënie, në beslidhje me Atin, Farberjej, ai mësoi të jetë I bindur nga ato që pësoi. Mësoi të jetë I bindur nga ato që pësoi, dhe unë lutem Atit që unë dhe ti në rast të kemi atë zemër që neve mund të mësojmë nga situata që neve kemi dhe që pësojmë her pas here, sepse Ati po flet nëpërmjet situatave, po flet në këtë rast midis personave që po sjellin jetën tënde. Dhe mos I quaj persona këshilltarët tënd, ata që në këtë rast ecin në paudhësi dhe duke anulluar ligjin, fesat, urdhrimet e Tija, dhe po merr këshillën nga të pabesët vëlla motor. Po dëgjon njerëz që nuk duan shenjtërimin, veçimin, po dalin me filozofi dhe mashtrime të kota, me fjalë boshe. Dhe Satani ka qef ata persona. Vazhdo. Mjafton thot të mos ecësh në urdhrimet e Tij, thot, sepse unë e di thot para teje, sepse unë krijova para teje thot njeriu. Unë e di thot që mëkati shkelja e ligjit thot. Ti akoma nuk e ke parë në para Gjoni 3:4 thot. I thot një besimtari, I thot një pastori, I thot një ato ashiquajtur, sepse sot kemi tituj profet, apostull, kudo në botë. Dhe ai profet, ai pastor ka kuptuar që mëkati është shkelja e ligjit. Siç kam thënë vëlla motor, dërgoj një mesazh pastorit tënd para Gjoni 3:4 thoj, mëkati është shkelja e ligjit. Ai ligji, që dhe sot nuk e kemi kuptuar kush është ligji, më dërgonte mesazh në këtë rast dikush, po vëlla, po në Romakët 8 aty nuk flitet për festat e Atit. Ligji përmban festat e Tija. Ligji përmban urdhrimet e kushtetutë të Atit, kryesisht në 5 librat e parë, masandaj kemi vazhdimsinë lavdiatit, disa u rafinuan, por pjesa më e madhe që ndrojnë dhe janë në zbatim në jetën tonë. Sepse ligji ka pushtet mbi njerin derisa I rron, thotë Romakëve 7:1. Apostulli Shaul që ecë bindur ndaj ligjit në Veprat 21. Tregoj vëlla, thoshte Jakobi, që ti ecë bindur ndaj ligjit, thotë. Gjëra që kanë dëgjuar ndaj teje janë mashtrime, thotë. Ti po nuk po bën gjëra të tilla, ti përkundrazi, ti po I këshillon, thotë, që të rreth presin fëmijët në ditën e 8, thotë, që të zbatojnë ligjin, thotë. Por, thot, drejtësia nuk vjen nga ligji, thot, vdekja nuk poset nga ligji, thot, duhet çfarë? Duhet në pas besimin ndaj Mesias, që ti dhe unë hymë në beslidhjen, që ishte para përcaktuar, ishte folur, ishte dekretuar nga Ati, ishte profetizuar nga etrit tanë, Abraham, Isaku, nga Enoku, lavdiati që sot I kanë marrë librat e Tij dhe I kanë hedhur. Normal që filluan me shekullin e parë të dytë në judaizmin atëhershëm.
dhe më vonë mos andaj kemi të tjerë reformistët që anulluan fjalën e Atit. Ai mësoi të jeti bindur nga ato që pësoi, rafinimi nga gjërat që ne kalojmë, dhe mos u dëshpëro se thot shkrimi në hebrejnë të vëllezër. Mos u dëshpëro kur Ati na qorton. Mos u dëshpëro kur vllai të thot diçka. Për ju që më njihni, që keni miqësi me mua, sepse dua që ti të shpëtohesh. Dua që ti të hysh në portat e lavdisë, sepse shikojmë gjëra që akoma ti nuk i ke përvetësuar, i shikojmë nga jashtë. Pikërisht Ati ka vendosur disa në jetën tënde, në këtë rast mua, sepse të tjerët e dimë të këshillojnë në këtë rast në atë karizmatikën apo në mendjet mishore, i lemënjanë. Dua që ti të marrësh jetën e përjetshme. Dhe në qoftë se nuk po praktikon urdhrimet, festat e Atit, sabatin e tij, nuk jeni në një vend të mirë. Mësoj të jeti bindur nga ato që pësoj dhe si u bë i përkryer, po flet për ringjalljen këtu vëllezër. U bë i përkryer, thot kur Ati ringjalli, thot, që Ati mund ta shpëtonte nga vdekja. Ofroi lutja, gjërime në këtë rast. Për gjërime. Dhe u bë veprojnësi, në këtë rast autori i shpëtimit të përjetshëm. Për kë? Për të gjithë ata që i binden. Vetë Mesia po ta thotë në këtë rast nëpërmjet apostullit të tij. Thotë që autori i shpëtimit të përjetshëm është për të gjithë ata që i binden. Që i binden Muhamedit, që sot nuk flasim dot për bindjen, sot nuk marrim parasysh bindjen. A mjafton të unë të kem besimin, po pata besimin i çdo gjë është në rregull. Besimi reflekton në të rast bindjen tonë. Ai është besimi i vërtetë. Jakovi ta thot hapurazi, duke qenë i shpallur kur e prit nga Elohim sipas rendit të Melkisedekut. Autori i shpëtimit të përjetshëm u bë për të gjithë ata që do besojnë, dhe çfarë? Dhe të gjithë ata që do ecin në bindje, që do t'i binden. Halleluja. Në para Thesalonikasve, le të shikojmë në kapitull 1. Apostulli Shaul thotë, ne për herë falenderojmë Elohim për ju të gjithë, duke ju kujtuar në lutjet tona, duke kujtuar vazhdimisht veprën tuaj të besimit. Veprën tuaj të besimit, çfarë reflekton besimi juaj? Për këtë apo lutemi, mundimin e dashurisë suaj, dashuria që reflekton ndaj Atit fillimisht, ndaj të afërmit, ndaj vëllezërve të motë, dhe qëndrueshmërinë e shpresës në mjeshtrin tonë Yeshua Mesia përpara Elohim Atit tonë. Qëndrueshmërinë, prandaj thotë shkrimi që ai që do ngulmojë deri në fund do të shpëtohet. Ai ishte në këtë rast veprojnësi i shpëtimit të përjetshëm për të gjithë ata që do t'i binden. Duke ditur vëllezër të dashur prej Elohim, të zgjedhurit tuaj, sepse lajmi i mirë, ungjilli ynë thotë nuk erdhi deri tek ju vetëm në fjalë, por edhe me fuqi dhe në frymën e shenjtë. Dhe me shumë bindje, pra bindja, ju e dini si ne jemi sjellë në mesin tuaj për hirin tuaj, dhe ju u betë imituesit tanë, thotë, të mjeshtrit, në të rast të Mesias, duke pranuar fjalën në mes të një pikëllimi të madh, me gëzimin e frymës së shenjtë. Qëndrueshmëria, ngulmimi, sfidat që të vinë në këtë rast nëse do qëndrosh për të vërtetën, për udhërimet e tia, sepse Satani nuk do që ti të ecësh në udhërimet, në festat e tia. Dhe në momentin që ti ne do ta shikojmë zbulesën, në zbulesën 14 vargjet që në fillim, por në gjithësi, zbulesa 14 vargu 11-12 flet hapërsi për qëndrueshmërinë. E dyta e Pjetrit 3 flet për qëndrueshmërinë. Do të shikojmë koncepte të tilla. Qëndrueshmëria që neve shprehim ndaj fjalës vëllezër, qëndrueshmëria që neve kemi për atë që besojmë qëndron
por nuk mund të kesh ti qëndrueshmëri dhe vazhdon të mbrosh diçka në këtë rast që është shtrembruar. Në këtë rast udhërimet ato ishin për ata, ato janë qëndrueshmëria që ti po bën në gënjeshtër vëllamoter. Dil prej tyre. Largohu prej mësimeve të tilla, sepse doktrina e mirë e shëndoshës, ato fjalë Uta 4:2. Ati vetë po flet, thot. Bitë mi, thot, mos ma braktisni ligjin tim, thot, po ju jap një doktrinë të mirë, thot, mos e braktisni ligjin tim. E pranuat fjalën në mes të një pikëllimi të madh me gëzimin e frymës së shenjtë. Por të bërë kështu shembull për të gjithë besimtarët e Maqedonisë dhe të Akaisë. Dhe vazhdon Vargutetot, në fakt për jush, Jehoj, fjala Elohim, jo vetëm në Maqedoni, ka fjalën për në Greqinë e atërshme, dhe në Akai, por edhe në çdo vend u përhap besimi tuaj tek Elohim, lavdjatit, besimi që shprehet me atë veprave, besimi në këtë rast tek karakteri i tij. Do ta nderosh atin Elohim që të ka krijuar, të ka dhënë jetë në gjakun e Mesias. Dhe sot masandaj po të shikosh faqet që janë hapur, po mësimet që predikojnë, mendojnë se në këtë rast unë kam besim, masandaj çfarë po praktikojnë? Si po e nderon atë gjakun e bestisë me të cilën ati të veçovi, Hebrejnë 10, vargu 26 deri në 31. Sa që ne s'kemi nevojë të themi ndonjë gjë dhe fliste për ecjen, karakterin e tyre në Tesalonika, thotë vetë, sepse vetë ata tregojnë për ne, thotë, si ardha jonë ndër ju, thotë, si që ardha jonë ndër ju, si u kthyet nga idhujt tek Elohim, si u kthyet nga shërbesa e idhujve që bënit më përpara, thotë, por u kthyet në këtë rast në karakterin e vërtetë. Ka një kohë për ty dhe për mua, për secilin për nesh, që neve lejmë idhujt tanë, lejmë në këtë rast, sepse idhuj parë që ti ke dhe unë, vëllamoter, është vetja jonë. Ai është idhulli më i madh, është mishi jonë, që në këtë rast do të bëj disa gjëra, si na duket e drejtë në sytë tonë. Por çfarë thot shkrimi? Mesia tha vetë është të shkruar. Përse sot një drejtues nuk merr parasysh çfarë është të shkruar? Përse shtrembrojmë shkrimin dhe po të shikosh bisedat që mund të kesh, apo deklarime, apo predikime të tilla, me njerë sillim shtrembrimin dhe atë predikimin e pjesshëm. Përse nuk e marrim kontekstin e duhur? Përse nuk shikojmë karakterin e atit që ishte reflektuar në birit tia? U kthyet nga idhujt tek Elohim, për çfarë arsye? Për të shërbyer tok Elohimit së gjallë dhe të vërtetë, dhe për të pritur prej qejve birin e tij. Birin e tij, në këtë rast për shpëtimin ton të përjetshëm, e pam pak më përpara, për ata që i binden apo jo, në të kuqe e ke. U bë veprojnë si autori i shpëtimit për të gjithë ata që i binden. Për të pritur prej qejve birin të tij, të cilin ai e ngjalli prej së vdekurish, ndërkohë që shkrimi e pa pak më përpara, që vetë Mesia u lut atij që mund ta shpëtonte nga vdekja për shkak të frikës që kishte ndaj atit, nga Elohim, thotë. Mësoj masandaj të jeti bindur, mësoj nga gjërat që pësoj. U tundua në të gjitha pikat, thotë shkrimi, po pa mëkat. U testua biri tia, për atë lavdinë që do merrte, që mori, që është ulur në të djathën e tia tani. Të cilin ai, kush ati e ringjalli prej së vdekuris, dhe Jashua thot që na çliron nga zemërimi që po vjen. Na çliron nëse i bindemi, nëse ecim në urdhrimet e atit. Zbatoni urdhrimet e atit tim, tha në Gjoni 15. Ju la dishepujve karakterin e atit, çfarë duhet të bëjmë. Dhe kur jemi në denominacionet që kanë anulluar karakterin e atit, dhe sipas dikujt në këtë rast tani neve duhet të
të ecim në të rast në paudhësi, sepse kur anullon ligjin, kur heq kushtetutën e një vendi, normal që të ecësh në shturje. Kur ligji ti është i mirë i drejtë i shenjtë Romakëve 17, është i mirë, po nuk e dua tani ai ligj nuk është më i mirë. Nuk është më i mirë, por tani ai është i rend, ai ishte i keq, nuk është më për neve. Kur heq gjën e mirë, çfarë do marrësh? Kur heq gjën e veçuar të shenjtë, çfarë merr të shtrembëruarën, ndoturën. Kur heq gjën e drejtë, çfarë do marrësh? Merr gjën e shtrembëruar, gënjeshtrën, manipulimet, filozofitë, mashtrimet e kota. Që shikojmë sot, traditat e njerëzve që janë kortësi, adhurimin pagan. Sepse do vi koha ku njerëzit nuk do dërojnë me doktrinë shëndoshe. Kjo ishte profetizuar nga apostulli Shaul. Unë lutem atë që ti të mos jesh pjesë, sepse shumë prej nesh janë pjesë, sepse ku unë flas për disa gjëra vëlla motër, flas që ti të vish në doktrinë shëndoshe. Doktrina e shëndoshe, siç e thash, është hapurazi, shprehu ne fjalët e urta 4, vargu 1 dhe 2 thot, hapurazi thot shkrimi. Ja, ta pasqyrojmë, sepse sot nuk marrim parasysh interpretimin në shkrimit. Dëgjoni o bi të mësimet e një ati. Çfarë do të dëgjojmë? Tregoni kujdes për urdhrimet e mia në një vend tjetër, thot shkrimi. Në fjalët e urta 3. Prap. Fjalët e urta 4. Vargu 1 dhe 2. Dëgjoni o bi të mësimet e një ati, kush po jepte fjalën ati vet. Dhe tregoni, thot, kujdes që të mësoni të gjykoni. Si do gjykojmë mbas në këtë rast në situatën tonë, duke shikuar urdhrimet, duke shikuar këshillin që na jep Ati, çfarë duhet të bëjmë në këtë rast. Më paraqit kjo situatë në jetën time. Kur vllai thotë që motër mos bëj shkelje të urdhrimeve të sabatit të tia, por çtu është tani. Do me thënë, Ati në këtë rast, Ati pret për neve, pret besimin, pret në këtë rast që neve të nderojmë gjakun e beslidhjes, pret në këtë rast atë zemrën e vërtetë që masandaj thotë unë do hap qiellin. Kur zbatojmë urdhrimet, kur zbatojmë çdo aspekt frymëror që na takon neve, veçimin tonë, identitetin, karakterin e vërtetë në këtë rast në Mesia, që është të pasqyruar karakteri i Atit. Masandaj, çdo gjë tjetër vjen dhe shtohet në jetën tonë. Çfarë ndjek mbretërinë? Mbretëria ka urdhrimet, ka kushtetutën, ka ligjin që na është dhënë, lavdi emrit të Tij. Masandaj, Ati do japi gjën e mirë, nuk do të lej pa veshur, nuk do të lej pa ngrënë. Ndërko, frika neve masandaj na bën që të bijem në mëkat. Frika të bën në këtë rast që të turresh ndaj situatës që duket e drejtë në sy tënd. Mësoni të gjykoni sipas fjalës urdhrimeve, të rast që Ati na jep, lavdimit të Tij. Thot, çfarë po ju jap, thot? Po ju jap një doktrinë të mirë. Mos e braktisni ligjin tim. Ja ku ke doktrinë e mirë, doktrinë e shëndosh, doktrinë e jetës. Ja ta shikojmë dhe atë vargun që postova, që fliste në këtë rast thot, për urdhrimet e Tija që janë, thot, është jetë, thot. Janë jetë për juve. Ndërkohë Stefani në vepra 7:38 e thot hapurazi, që është fjala jetës, thot, që morëm në mali Sinai, thot, për na i përçuar neve, po i fliste popullit të Tij, Izraelit. E çojti fjalën e jetës, e kategorizovi fjalën e jetës. Ja të shikojmë fjalën e jetës, që Filipianët 2, pastaj apostulli Shaul Pali thotë, mbani lart fjalën e jetës. Sot
kur vllai këshillon të mbajmë lart fjalën e jetës që na japi jetë dhe paqe, thot hapërzi ne Romakëve 8, ecja në frymë, jep jetë dhe paqe, ecja në brindje, është ecja në frymë. Ecja në mendje mishore nuk do të nënshtrohet kësaj fjalës së jetës që po shikon në ekranin tënd dhe prodhon vdekje kur ecën në mëkat të vazhdueshëm, pasandaj nuk është një rrugë e mirë. Ati kërkon që të restaurojë jetën tënde, të restaurojë në këtë rast gëzimin tonë, forcën tonë, paqe të madhe kanë ata që zbatojnë që duan ligjin tënd. Fjalë në Psalmin 119. Në Psalmin 119 e thot hapërzi, paqe të madhe kanë ata që i duan ligjin tënd dhe asnjë gjë nuk do t'i rrëzojë. Lavdiatit. Asnjë gjë nuk do t'i rrëzojë. Ja, le ta shikojmë atë të shkrim thjesht për të kuptuar. Ja, një moment. Po, në Psalmi 119, vargu 165, paqe të madhe kanë ata që duan të ranë në ligjin tënd, që është urdhrimet, festat, brenda sabati, që do t'i praktikojmë në 1000 vjeçarin. Mesia do jetë në tokë, duke shkelur në këtë rast është mbret mi mbret, dhe asnjë gjë nuk në këtë rast nuk të bën të rrëzohesh. Sepse fuqia vjen në pas të bindjes, vëlla motër, bindjes ndaj urdhrimeve, festave të Atit. Atje ti e gjen, sepse vazhdon, lavdiatit, vazhdon të rinovosh beslidhjen tënde çdo ditë. Përse altaret e ligë në këtë rast të vazhdojnë të japin sakrificat e tyre dhe bëjnë rinovimin në këtë rast dhe forcojnë lidhjen e tyre, në këtë rast beslidhjen e tyre të ligë, duke i shërbyer atij altari. Ndërkohë, ti dhe unë nuk pas kemi zell për të shërbyer mbretit të lavdisë, Elohimit tonë, Jahve që na ka krijuar, duke mbajtur festa, duke treguar devotshmërinë, duke zbatuar urdhrimet e tija, që janë beslidhja që Ati ka vendosur të përjetshme, sabati që është një shenjë e përjetshme e popullit të tija. Ne nuk pas kemi zell, vëlla motër, që neve të rinovojmë çdo ditë beslidhjen, beslidhjen që Ati vendosi në gjakun e Mesias, që thotë në Hebrejnë 10, që përcakton Eksodi 10, asambleja që ishte lindur në shkretë e tirë, Veprat 7:38, prap Stefani e thotë. Dhe ku Mojsiu mbaroi së shqiptuari tërë këto fjalë përpara tërë Izraelit, ju tha: merrni me zemër tërë fjalët me të cilët kam dëshmuar sot kundra jush. Do t'u alini porosi bijve që dhe ata të kenë kujdes të zbatojnë në praktikë tërë fjalët e këtij ligji. A nuk na thotë shkrimi në ligjit për të 6, ta duam Atin me gjithë zemër, me gjithë mendje, me gjithë forcën tonë. Ai ishte urdhrimi i parë që Mesia tha. A nuk e citoj Mesia, atë Mesia do thotë i vajosuri, nuk është mbiemri i tij, vëlla motër. Jahshua është emri i tij i vërtetë. Është Jahwe që shpëton, Shua do thotë shpëton, Jah do thotë Jah është emri i tij shkurtuar i Atit. Do t'i shikojmë më vonë. Ne ligji për 36 të flet për trashëgiminë që duhet të lejmë, të mësojmë me bijve tanë. Të gëzojnë dhe ata të mirë, thotë. Në Eksodi 20 flet në këtë rast që do jemi mëshirshëm ndaj, thotë, mira gjeneratave për ata që duan dhe zbatojnë urdhrimet e mia. Domethënë, me njëherë 10 urdhrimet të Atit u morën u hodhën. Shiko çfarë hipokrizie kemi sot. Që neve themi, aton ligji është anulluar, por 10 urdhrimet neve duhet t'i mbajmë dhe fillojmë pastaj selektimin. Po jo e para, e dyta, e katërta, e pesta këto dhe po e katërta jo, sepse më kanë thënë në këtë rast të Konstantinin 300, dekretovi me katolikët tani, anulluan ata dhe unë do t'i ndjek ata. Dhe sa evidenca ka plot në gjëra të tilla që i kanë folur dhe folën në mësimin e fundit apo adhurimin e ke. Në këtë rast shikoj predikimet e Pashkës, me gjithë evidencën që kanë sjellë shtrembrimet e shkrimit për të përmbushur profesinë e Danielit 7:25, që fryma e antimesias do vinte, ka profetizoi Danieli. Do vito do të ndryshojë në thotë kohët e caktuara që janë festat e Atit biblike,
në kalendarin e tij, jo në kalendarin pagan të Gregorit, Papa Gregori 13 që bota praktikon dhe që kisha tende praktikon, dhe nga i marrim datat nevesose, nga i marrim, normal që i merr Bisha Romës, i merr në këtë rast Papa dhe ja jep krishterimin, mos andaj degës protestantët të tyre. Do të lini porosi bijve ata të kenë kujdes të zbatojnë në praktikë tërë fjalët e këtij ligji, sepse thotë është një doktrinë e mirë pa pak më përpara, është një doktrinë e shëndoshë që të mban në drejtësinë e Atit, të mban në gëzimin, në paqen, në forcën, një shpërblim të madh kanë ata që e vënë në praktikë. Biles dhe lutja, thot në para gjonit, dhe lutja ju e thot, do të dëgjohet, thot, ne kërkojmë çdo gjë dhe marrim se zbatojmë urdhrimet e Tija. Sa evidenca kemi në shkrimin. Sepse kjo nuk është kush fjalët e këtij ligji, apo jo. Kjo nuk është një fjalë pa vlerë për ju. Sot e kam bërë pa vlerë. Kur i flet për ligjin më njëherë kemi atë një zemërim, ndaj fjalës së Atit. Ligji është jetë, është i mirë, është i drejtë, është i shenjtë, na jep zgjuarësi, na jep forcë, na jep paqen, na jep shpërblimin. Sepse kjo nuk është një fjalë pa vlerë për ju, por është jeta juaj. Është jeta juaj. Dhe me këtë fjalë do të zgjatni ditët tuaja në vendin ku po hyni për ta pushtuar duke ka përxuar Jordanin. Dhe vazhdojnë dhe gjenerata lavdiatit. Vetë apostulli Shaul në Romakëve 3 thot, anullojnë ligjin nëpërmjet besimit, kështu mos qoftë, thot. Ne e përforcojmë tani. Kemi fuqinë e frymës së shenjtë për ta zbatuar me përpikmëri urdhrimet ligjin e Tij. E ke të mundur, nuk janë të rënda, vllai motë, do të japin jetë, do të japin hyrje në qytetin që po vjen, që po zbret, për të mos patur surprizën, për të qenë ti njëra prej atyre pesë, në këtë rast virgjëreshave të urta që sapo e bëra predikimin. Shko shikoj në kanalin YouTube, sepse ndoshta edhe kanë hequr këtu live-in që bëra në Facebook. Janë 160 video. Shikoj performimin tënd. Kjo nuk është një fjalë pa vlerë për ju, mos e bëj pa vlerë, vëlla motë. Sepse është jeta tënde. Do t'japi shpërblimin, gëzon zemrën e Atit, ecë në karakterin në këtë rast të Tij, që Mesia eci. Kështu po e ndjek Mesian duke e zbatuar urdhrimet e Atit. Unë Ati imi një, thot i në këtë rast kemi harmoni, thot shkrimi. Kur Atin me të birin kishte harmoni, sepse dëgjonte në këtë rast i birit të Atin. Tani neve që mi bitë e Tija që na bëri pjesë e Izraelit në këtë rast të botëror të ri, qytetarimi në këtë rast që ti u bëre pjesë në Efesianë 2, Romakëve 11, ne u shartuam në pemën e majmërisë. Pasandaj ne duhet jemi rebel ndaj urdhrimeve, fesave të Atit, të praktikojmë pemët, të praktikosh çdo lloj kalendari pagan. Ai. Dhe dije këtë se në ditët e fundit do të vijnë kohë të vështira. Janë të vështira në këtë rast për shumë. Si që kanë të vështira kur je në praninë e Atit, kur je në këtë rast në zbatim të urdhrimeve të Tija. Pas ka prioritet puna, pas ka prioritet gjërat e tjera, dhe familja, thot Mesia, thot, kur ti e do më shumë, thot, nenë, babë, fëmijë, thot, gruan tënde, thot, vëllezër e motra, thot, nuk e idenjë për mua, thot. Masandaj, thot edhe, nuk e idenjë, thot, për të marrë jetën e përjetshme, thot, në të njëjtin kontekst. Ja ta shikojmë atë shkrim. Lavdi emrit të Tij. Lavdi emrit të Tij. E ndjej qarin e zemrës së Atit.
Theu vlla motër. Theu në pranin e tia. Mos dëgjohet mësues të rem. Kemi shikuar me vite. Shikojmë atë shkrimin Mateu. Zemrat time qanë për shumë për jush. Gjithsesi, do vendoset në atë ditë. Mateu 10. Mateu 10. Qajmë dhe për ata që na godasin, ata që na akuzojnë, dhe për ata qajmë. Kur apostulli Shaul thoshte në këtë rast flet për goditjet, për qëndrueshmërinë, për refuzimin. Tani shikojmë, tani përjetojmë ato gjëra. Mateu 10, vargu 37. Mateu 10, vargu 37. Dhe këtu për të thënë vëlla motë, nuk është sepse ne nuk duhet të duam familjen tonë apo të afërmi si vetja jonë. E ka fjalën për shërbesën, kur ti ve prioritetot në këtë rast, familjen, prioritetot të gjërat tuaja, objektivat tuaja, dhe nuk ve mbretërinë e atit tim, thot Mesia, thot, ti nuk je i vlefshëm për mua, sepse zemra jote është larguar prej meje, thot. Ti në këtë rast thot po ve prioritet punën përpara urdhrimeve të mia, po ve në këtë rast thot ëndrat tende, po ve në këtë rast mishin tend, kënaqësitë e kësaj bote përpara meje, sepse kur do ndjekësh në këtë rast objektivat e asaj familje, ne që jemi pritërinj, që jemi drejtues të familjes tonë. Po ve në këtë rast harron qëllimin, fjalën, thirrjen që Ati ka vendosur. Sa të hajtën pak shkëmi. Mateu 10, më këtë fjallë që është emri ti vërtet. Ai që do Atin, thot, nenë, më shumë se unë, thot. Nuk është idejnë për mua, ai që do birin më shumë se unë, thot, nuk është idejnë për mua. Bilesi jo është vargu tjetër, besoj më ndoshta mos është tek Luka, është vargu tjetër që përcakton atë që desha e thotë më hapur zi. Në Luka, në Luka atëre, më falë, në Luka 14. Le të shikojmë në Luka 14. Se kemi librat që, mos ndaj Ungjillin që quhen 4 librat e parë, Mateu, Luka, Gjoni, Marku, që janë harmoni me njëri tjetrin, por sikush sjell dëshminë e vet, lavdiatit. Luka 14. Lukas, që është emri i tij vërtet, me pak fjalë vëlla motor. Dëshirojmë që të mbajmë emrat e tyre të vërtet, të paktën për sa më përket mua. Vargu 26.
që është dishiplinizimi i vërtetë. Këtu jemi në Mateu. Okay. Ishim tek Mateu, mos gaboj një moment për të qenë koherent me fjalën. 10 po, okay, 10. 37. Ok, shikojmë Lukën 14. Ja, ku është i njëjti kontekst. Njëzet e 6, 27 për të qenë. Shkrimi atë, mbaj përgjithësi për atë që themi, për atë që shkruajmë, të paktën për sa na përket. Përgjithësia jonë, vëlla motër, është të gjitha është shikimi, bindja ndaj shkrimit. Nëse dikush vjen tek unë, thot Mesia, vjen, erdhi në besim, thot, në këtë rast dëshiron të më shërbesh, thot mua, thot zemrës time, që po në të njëjtën kohë po i shërben atit, thot, dhe e ka fjalën që në këtë rast thot nuk e kur flet që nuk e urren, në këtë rast e ka fjalën që për shëmbëltyrin që jep, duke thënë që kur atëre vendos baban e vet, nënën e vet, gruan, fëmijët, vëllezërit, motrat, madje edhe jetën e vet, madje edhe jetën e tij, thot, nuk mund të jetë dishepulli tim. Nuk mund të jemi dishepulli i tij, vëlla motër, kur neve vëmë prioritet gjërat e tjera. Në këtë rast njerëzit, thot, ne do t'i duam, thot, por nëse në këtë rast thot nëna, babai jot, gruaja apo fëmijët nuk duan të ndjekin Mesian, thot, atëherë thot, dhe tha pak më përpara, thot, armiqtë e tij do të jenë ata të shtëpisë së vet, apo jo? Fliste për atë kategori njerëzish thot që do ndodhen thot në situata të tilla, jo se të tjerë do kenë atë porcion. Por do të jenë njerëz thot që do kenë beteja, sepse ndoshta thot gruaja e tij, apo burri i saj, apo fëmijët, apo nënë, babë thot që janë brenda që ai po jeton thot, ata nuk duan t'ia dinë thot për ecjen në këtë rast ndaj mbretërisë. Thot do kesh atë contention, do kesh atë përplasjen thot, bisedën thot, apo kundërshtimet që do vinë. Nëse thot në këtë rast nëse nuk vendos thot atin dhe mua, Mesia thot në radhë të parë thot, biles thot dhe jetën tënde thot duhet ta vesh në fund thot. Përse? Sepse kur thot Mesia tu ta duash të në këtë rast më shumë të tjerë se vetja jote. Ndërkohë sot kemi mos andaj deklarime. Vëlla, çfarë po bën? Se do t'i flasim më vonë, po të dërgova personalisht. Si mund të themi gjëra të tilla? Unë dua veten time, vendosin gjithmonë vetja, jeta ime, ëndrat e mia. Që janë ato gjëra? Që është ajo idhujtari? Ti që ishe me zell ndaj urdhrimeve, ti që ishe me zell me ato urdhrime që njihje. Për mbretërinë e tija. Sandaj janë shtatorë në këtë rast që janë të paharrueshme. Gjëra qajmë. Dhe kush nuk e mbart kryqin e vet, në këtë rast ka beteja, thot, si që pata të mia, unë mësova, thot, a nuk e pam pak më përpara, vëlla motër, që mësoj, t'jeti bindur nga ato gjëra që pësoj, thot, unë mësova nga gjëra që hoqa, thot Mesia, dhe qova përpara tia, thot, lutje dhe përgjërime, thot, me klithma të larta, u luta me lot, thot, për të trashkërkuar ati tim që mund të më shpëtonte nga vdekja. Nuk do ta shpëtonte nga vdekja fizike, vëlla motër, sepse atë për atë gjë ishte përpara përcaktuar Mesia Jashua që do vdiste. Për në këtë rast për mëkatet e të shumtëve, po flet për ringjalljen. Po flet që ta shpëtonte nga vdekja e dytë, po flet Hebrejnë 5 që ke në ekran. Atë në këtë rast po i ofronte atij që mund ta shpëtonte nga vdekja. Dhe u dëgjua, dhe ati dëgjon, kur ne paraqisim në këtë rast për uljen tonë, zemërurti pranon urdhrimet. Kema andaj arsye, vëlla motër, për të shkuar përpara afronit e tij, sepse bën gjëra që janë të pëlqyera përpara tij.
Dhe si që ka një gjë e përqyer duke anulluar urdhrimet ligjin e tia, Toran e tia, që është e shenjtë, është e mirë, është e drejtë. Ajo që ka një gjë e përqyer, ajo në këtë rast na bën neve që të trashëgojmë tokën e Psalmi 37. Zemërbuti do trashëgoj tokën. I drejti në këtë rast do banoj tokën. Ja ta hedhim pak shkrimin. Po ndajmë me miqësinë sot dhe kam postuar dhe në pak më përpara, para disa orësh kur fola për Jeruzalemin e ri, që sot Jeruzalemin e ri, 1000 vjeçarin, sot asamblet nuk flasin, mjafton të flasin për besimin dhe ajo është vetëm detyra jonë, të flasim vetëm për të penduar dhe për besuar, që është pjesë e lajmit të mirë. Është një pjesë esenciale, është një pjesë themelore, se na bën hyrjen, vulosim me frymën e shenjtë të premtimit. Po të premtimit, për çfarë premtimi do po flasim? Zemërbutët do të zotërojnë tokën. Ja, të kalojmë atje ku ishim. Zemërurtër do të zotërojnë tokën. Dhe mësë ndaj kur neve heqim librat e psalmeve, por mësë ndaj unë do t'i mbajnë qikë sepse do t'a adhuroj. Lavdjati do t'a adhuroj, ma atin ka plot vaj, lavdërimi, adhurimi. Biles beteje dhe lutje mëson vetë psalmisti Davidi, si mund të lutesh, është pjesë, është jeta në psalmet, është jetë në zanafilën, është jetë në eksodin, është jetë në të gjithë shkrimi që në është dhenë, vëlla motër. Nuk mund të ndajmë neve. I gjithë shkrimi në është dhenë. Në është dhenë që ne të gëzojmë jetën e përjetshme, ajo është qëllimi kryesor. Të drejtët. Të shikojmë. Ai që zbaton drejtsinë është i drejtë. Si e zbaton drejtsinë? Drejtsinë e ligjit, që Mesia praktikoi, që zbatoi. Përse beri pagëzimin e tij në radhë parë? Nuk e beri për të pastruar nga mëkatet. Që të çfarë tha? Që të përmbushet drejtësia. Çfarë drejtësie do të përmbushet Mesia? Në Levitiku 8, kur urdhrovi lavdjatit, ati urdhroi Mojsiut që të merrte kryepriftin Aronin dhe bijtë e tij dhe ti pagëzonte, do t'i lante me ujë. Për fillimin e shërbesës së tyre, që do ishin, në këtë rast kryeprifti Aroni do ishte kryeprifti, ishte ndërmjetësuesi midis popullit dhe atit. Mojsiu ishte profeti. Të njëjtën gjë ndodhi në lumin Jordan kur profeti Johanan Gjoni e mori dhe pagëzoi Mesian. Përse të përmbushur drejtsinë atij ligjit për shërbimin që kishte për fillimin e zyrës së kryepriftit të përjetshëm që ati dha. Por ai do të tregonte bindjen, do të tregonte në këtë rast ecin e tij për të marrë në këtë rast ringjalljen e tij. Dhe sot duket diçka e çuditshme. Vetë shkrimi na deklaron sapo e pamë. Se pastaj thot dikush se çfarë po flasin. Vetë shkrimi ta thot në Hebrejnë të 5. Që ai mësoi të jetë i bindur nga gjërat që pësoi dhe u bes dhe si u bej përkryer. Në këtë rast mori ringjalljen sepse në këtë rast po i kërkonte atit, po luteshe, ishte i bindur e shtypte mishin e tij, u tundua në të gjitha pikat, por pa mëkat, mëkati që është shkelje e ligjit zbatoi urdhrimet ligjin e atit. Dhe erdhi në Mateu 5 thotë nuk kam ardhur për të anulluar ligjin, mos mendoni thotë. Dhe aty akoma s'kishte filluar shërbesa e tij, jemi në kapitullin e 5, deklarovi në kapitullin 4 që të rrojë nëpërmjet urdhrimeve të atit, nga ajo fjala që del prej gojës së Elohim. Mos e tundojmë atin, po të jemi të lidhur ngushtë me atin, të shërbejmë atij. Këto ishin fjalët e para në tundimin që i bëri Satani për na treguar shembullin që neve do të ndjekim, duke na thënë para Pjetrit 2:21 që ai është në këtë rast shembulli jonë, të ndjekim gjurmët e tij.
Masandaj neve ndjekim gjurmët e dikujt tjetri. O, po, vllati nuk e di. E po, përse duhet të ndjekim në këtë rast njerëz që akoma nuk e kanë kuptuar shkrimin, sepse nuk ka drejtë në ta, thotë Isaia Jasheja 8:20, thotë. Sepse në vargun 19 janë disa frymra që akoma po veprojnë. Sepse në qoftë se nuk flasin sipas dëshmisë dhe ligjit, është sepse nuk ka drejtë në ta, thotë profeti. Ligji është drejtë, urdhrimet e tija janë drejtë, janë llambë në kemën time, janë drejtë në shtegun tim, më bëjnë të ecin në rrugën e drejtë, duke i mbajtur ato, ka shpërblim, duke ecur në të rast nuk e di çfarë ndodh në të ardhmen, sepse shtegu është i gjatë, por duke zbatuar urdhrimet çdo ditë, po ecën në drejtsinë e Atit, vëlla motër. Po ecën në bindje të Atit, nuk po praktikon, shumë prej jush praktikojnë akoma vezët apo çdo lloj feste pagane. Leri ato, vëlla motër, pendohu nga ato gjëra sepse janë në paudhësi. Nga kjo është dashuria e vërtetë që neve shprehim ndaj Atit kur zbatojmë urdhrimet e Tij para Gjonit 5:3. Kjo është dashuria ime për trupin e Mesias. E shikoj, kjo është pjesa e parë, se kisha shumë gjëra, por do vazhdojmë në ditë tjetër gjithashtu. Por gjithsesi, ecim sa derisa të kemi frymën e lavdiatit. Dije se në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë të dashuruar me veten. Ti e ke në këtë rast njerëzit do jenë egoistë. Por fjala në këtë rast nga King James apo në përkthimet e tjera thotë lovers of themselves. Do të thënë do të jenë të dashuruar, do të jenë të dashurit e vetes, do ta duan veten e tyre. Lakmus parash në këtë rast shikon, ndërkohë kemi patur mundësi të tilla. Rritjen profesionale, lekun e majmë, por i shumëzuam me zero për mbretërinë e Tij. Dhe shumë prej jush e kanë shprehur dëshminë në këtë rast, që një infermier sa mund të marrin në Kanada, por i shumëzuam me zero. Shumë prej të afërmit të mi, apo në rast familja ime, nuk e kuptojnë akoma, por vendos stresare të vëlla e motër, po investon për atë mbretëri që po vjen. Sepse po të isha në këtë rast 12 orë në turn, nuk të kishte lindur kjo ministri, dhe shumë për jush e din çfarë kemi bërë që në fillimet. Por po qaj për ty vëlla, dhe për ju motra, keni qenë pjesë. Kur vjen puna për urdhrime, masandaj ndahet çdo gjë. Sepse po të shesë shakullore, të tërë të përqejnë. Por kur fillon masandaj të flasësh fjalën e vërtetë, guduliset largohen, masandaj, po jo, këto gjëra nuk janë për mua. Pikërisht siç e than Mesias, këto gjëra janë shumë të rënda dhe masandaj u larguan. Dhe për ta përcaktuar, vëlla motër, nuk është sepse po t'i them që ti me patjetër duhet të kthehesh në ministrinë të rastë apo në miqësinë tonë. Zemra ime është, dua, nuk e mohoj. Por ktheu në urdhrime në festat e Tija fillimisht. Masandaj ku të drejtoj ai për të zbatuar festat, urdhrimet e Tija, ajo në këtë rast është marrëdhënia tënde me të. Por mos e merr në këtë rast që me patjetër duhet të kthehesh këtu, por shumë prej jush janë në denominacionet sot, në baptistë, në reformistë, në pentakostalët, që janë një degë, janë 200 denominacione që lindën mbas ikjeve të apostujve. Ky Mesia në këtë rast nuk ka folur për gjëra të tilla. Këshilli i Nicejës apo këshillet e Konstantinopolit apo formimi i katolicizmit në këtë rast të ka dhënë dhe na dha dhe mua akoma përpara, siç isha pjesë e tyre. Por ka ardhur koha që të dalësh nga Babilonia, nga bisha. Njerëzit do jenë lakmus parashëm, burra vecë, krenarë, blasfemues. Rast kur blasfemosi, thot vetë Levitiku 4. Më fal, jo Levitiku 4, por numrat 15. Numrat 15 flet për blasfeminë, që thotë që në këtë rast mëkati me dashje, Hebrejnë 10. Apostulli Shaul Paul nuk tha ndonjë gjë të re. Mëkati me dashje, duke shkelur urdhrimet, ligjin e Atit vazhdimisht. Me dashje, me vedije. Kur Ati thotë ka më anashkanuar ignorancën, thotë
Tende thot e ti me bashkë. E kam anashkaluar atë ignorancë, nuk e dije. Tani që të vjen fjala, që të vjen evidenca, thot, dëshmoj përpara qiellit dhe tokës, thot, që ti në të rastet duhet ta zbatosh fjalën time, sepse është jetë për ty, thot. Është drejtësia jote duke e gëzuar zemrën time, sepse unë të kam krijuar. Të dhash akses, thot, kur ti po shkel gjakun e birit tim, thot. Përse thot apostulli Shaul, thot, që atë do gjykoj popullin e vet në Hebrin të 10. Dhe nuk është për të në këtë rast, vlla motër, nuk është për të thënë apo për të dënuar, është në këtë rast për të sensibilizuar zemrën tënde, për bindje në lutem atë që ndërgjegja akoma nuk është pllakosur. Ketë mbetur akoma një fije që ajo do të japi në këtë rast të hyrjen, fillimit do të japi atë hyrjen në drejtsinë e tij, që ti të rritesh, të kthehesh. Mos shiko çfarë bëjnë të tjerët, shiko çfarë thotë shkrimi, vlla motër. Mesia në këtë rast eci në urdhrime në festat e tija. Ti po ndjek njerëz apo do ndjekësh mbretin e lavdisë? Sepse do dalin shumë Mesia, tha vetë mbreti i lavdisë. Do dalim shumë, thotë në këtë rast të krishterë, thotë. Të krishtër. Mesia tjetër, thotë, që unë, thotë, nuk i kam njojtur, thotë. Dhe do t'u flasin gjërat të çoroditura, thotë, do të rreqin shumë dishepuj, thotë, mbas tyre. Të pabindur ndaj prindërve, mos mirënjohës, dë paudhë. Largoni prej meje ju që kryeni paudhë si. Mesia më na flet, thotë, ai që është bindës, thot, ndaj fjalës, thot, nuk do të shikoj kurrë, thot, vdekjen për jetë. Me pak fjalë, thot, nuk do ta shikoj kurrë vdekjen, thot, po do jetoj për jetë, thot, nëse zbaton fjalën time. Dhe si të themi që Mesia na erdhi me një doktrinë tjetër që në këtë rast nuk i kishte folur më përpara, na futi Mesia, na bëri pjesë e urdhrimeve që ne t'i njohim, t'i praktikojmë. Të padhemshur, të papajtueshëm, ti i flet një vëllai, një motre që kjo është urdhrimi, këto janë kjo është shkrimi. Nuk duam të pajtohemi. Shpifës, normal që ka plot. Po ti i veç pallur, ti ndërkohë vën titujt që nga problem për të vënë një titull sot. Vën titujt e tyre që ati në këtë rast nuk jep autoritet as njerit, as një vaj, as një thirrje për të blasfemuar fjalën e tij, për të ecur në festat pagane dhe qenë po hajde këtu sepse teologjia më vendosi këtu, ky është shoku im, ja ky bëri këto 2 vjet, bëri këto 4 vjet. Shu kanë vazhduar sot të manipulohen besimtarët. Të papërmbajtur, mizorë që se duan të mirën, tradhtarë, kokë shkrejtë, fodullë, dëfrim dashës më fortë se Elohim dashës, se ati, duke në ta të devotshëm janë në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Dhe nga këta largohesh kur shikon që vazhdon të ecësh në paudhësi. Sa vjen një moment që ndahet, vendoset vija, kufiri. Kush mos ndaj shikon rrugën e vet, ato koja në përshpëtimin personal. Çfarë do bëhet? Ku do jesh? Ku vet apostulli Shaul thotë i thesi me frikë me dridhje, thotë për shpëtimin ton. Që thotë unë mbasi kam predikuar juve, thotë të mos kualifikohem. Dhe sot i thua një drejtuesi, vëlla, çfarë po bën? Kto janë festa pagane. Jo, unë nuk po adhuroj pemën. Po ti po e ve në datën 25, 22 apo 23, se sot ndryshojnë datat si pas qefit. Po ti po praktikoni dhujtarinë. Kjo të bën ty në këtë rast të hysh në mbretërinë e lavdisë duke ecur në paudhësi. Jo, masandaj anashkalojmë dhe shkojmë në vende të tjera. Ai. Le të shkojmë të shkrimi. Ligji për 36, do të kesh frikë nga Jahu Elohimi yt, dhe do t'i shërbesh dhe do të betohesh për emrin e tij. Nuk do të shkoni pas hynive të tjera.
midis hynive të popujve që ju rrethojnë. Dhe mos andaj sot i quajmë, ky është vëlla, këto pemët më duhen, këto vezët më duhen, Saturnalia është këtu, Shën Valentini është këtu, viti Janusit, hynia me 2 koka në janarin, Papa Gregori 13, kalendari tia që praktikon bota, mua më duhen. Këto janë hynit e popujve që po praktikon asambleja jote. Sepse Jahu Elohimi yt që ndodhe në mes teje është një Elohim xhelos sepse ka vendosur gjakun e beslidhjes, në këtë rast të vendosi në kontratë nëpërmjet birit të tij që ti dhe unë nuk e meritonim. Dhe masandaj si ecim neve, si e nderojmë atin, e nderojmë në bazë të ecjes të urdhërimeve që praktikojmë në të përditshmen tonë. Sabatin po e praktikon vëlla motër. Është një shenjë përjetshme për popullin e tij, është një beslidhje përjetshme. Po ata u mblodhen në ditën e parë të javës. Jo vëlla motër, nuk u mblodhen ditën e parë të javës. U mblodhen në sabatin e parë, në veprat 27 në para Korintasve 16, flet fjala sabaton, fjala javë është në këtë rast është manipuluar. Sabaton do thot sabat, nuk do thot javë. Dita e shtuar atje, po të shikosh në konkordancën, ishte kulturë, është traditë, ishte urdhërimet e tija që apostujt për praktikonin. Si mu të thuash për apostujt Shaul apo Pjetrin, apo Gjonin që thot zbatoni urdhërimet e atit tim, thot kjo është dashuria e vërtetë që ne kemi ndaj atit, thot. Vetë apostulli Johanan, Gjoni, të në zbulesa 22, thot që të zbatojmë luma ai që zbaton urdhërimet e tija për të patur akses në drurin e jetës, për të hyrë në portat e qytetit, se jashtë thotë janë çdo paudhësi, thot, çdo gjë që në këtë që dhe ata që duan dhe praktikojnë gënjeshtrën. E para Gjonit 4 çfarë thotë? Ai që thot me një, ai që deklaron, ata janë të duken të hynishëm, në të devotshëm në dukje, por nuk zbatojnë urdhrimet e mia, thot ati. E vërteta, thot, nuk ndodhe në ta, bilesu dhe janë dhe gënjeshtar, thot. Dhe vërteta nuk ndodhe në ta. Ata që duan dhe praktikojnë gënjeshtrën. Për ndryshe dhe zemërimi i Jahu Elohimit tënd do të ndizej kundra teje dhe do të bente që ti të zhdukesh nga faqja e dheut. I ka dhenë mallkimet, thot, që ndodhe në këtë libër që thot në zbulesa 22, thot. Ku ne heqim, ku ne shtojmë. Dhe i thot në ligji për të ri 28, 29, 30, 31, Levitiku 26, të gjitha këtu 4 kapituj që përmenda, lexoj në kohën tënde. Lexoj Levitiku 26, që flet në këtë rast, në rast se ligji për të ri 28, 29, që është aktiv në jetën tënde. Shikoje çfarë thotë. Në rast se ka vendosur jetën, thot, dhe vdekjen përpara teje, bekimet dhe mallkimin, thot, zgjidh, thot. Ku do t'i shërbesh? Ndërkohë Mesia çfarë tha në Mateu 4? Do t'i thot, i tha çfarë tha Satanit. Dhe ti do t'i thuash, do të vi në jetën tënde që ti do t'i thuash Satanit shporu, me mësimet, me doktrinat e rreme, me gënjeshtra që të kanë thënë. Dhe që të lidhesh ngushtë dhe të zbatosh urdhrimet e atit, se ligji për të ri 17 flet për profetët e rreme që të bëjnë shenja dhe mrekulli, që ati thot, unë i vendosa përpara teje, thot, ti lash apostafat, thot, sepse doja të testoja zemrën tënde, për të ditur, thot, nëse do zbatonja urdhrimet e mia, thot, apo do ishe lidhur ngushtë me mua, do më kishe frikë ndaj emrit tim, do të mbetoshe ndaj emrit tim, do ta nderonje emrin tim, thot. Sot nuk i marrin parasysh vargje të tilla. Dhe triqemi nga çdo herë doktrine, se punë e bykut që e merr era dhe e thutje, në Psalmi 1. Psalmi 1 për çfarë flet? Flet për ligjin e përsosur që do meditojmë në të ditë e natë për të qenë të frutshëm, dishipullizimi i vërtetë, që Jakovi 1 po të flet në tërë kapitullin e parë. Të ngulmohemi në ligjin e përsosur. Të kemi mbarësi në veprat e duarve tona. Është një rrugë që duket e drejtë njeriut, por në fund ajo të nxjerr në rrugën e vdekjes. Duket mirë ca gjëra, po ja kisha time po praktikon, ja të dielën ka festat, ja ka pemën, ka vezët, dalin nëpër televizione, veza e bardhë, kuqe, murmë, jeshile.
filozofi njerëzish, po të çojnë në errësirë, vlla motor, sepse ai është plani i ligut, se po e kapi një ata shuquajtur drejtues, ka kapur tërë asamblejnë, sepse prej tij arrit vaji dhe çfarë vaji vjen, është për të përcaktuar në bazë të fruteve. Dhe vaji i vërtet, i pastër, i mirë, nga fryma e shenjtë, vjen në këtë rast kur zbaton urdhrimet, festat e Atit dhe ja mëson bijve, le një trashëgimi në familjen tënde, i le një trashëgimi në asamblejnë dhe ata do bëjnë të njëjtin gjë. A nuk e pa më pak më përpara? Sepse kjo fjalë në këtë rast do nuk është pa vlerë për ju, por është jeta juaj, që ju ta merrni me zemër. T'u alini porosi bijve që të kenë dhe ata kujdes ta zbatojnë në praktikë fjalët e këtij ligji. Dhe vjen Efezianë 2, thot, këtë rast do të shemi murin e ndarjes, të ke këshilluar njeriu tradita, thot, ligësitë e tyre, thot. Dhe në Markus 7, thot, kishin anulluar ligjin tim, thot, Ati nëpërmjet birit të tij dhe adresoi dhe qortoi farisinë të drejtuesit të asaj kohe, por tani, thot, gjaku i tij, thot, na bëri një nga dy popuj, na bëri një Izraeli që në të rast ecën me urdhrimet e Atit të vërteta, thot, dhe ti, thot, që erdhe në besim tek Mesia. Ai. Po i lutesh Atit që parku për qaja, të më japi hir, sepse ke të bësh me principatat, me çdo pushtet dhe fuqi, ligësie që nuk do që ti të ecësh në drejtsinë. Kudo që në çfarëdo lloj kombi që po më ndjek, je në Amerikë, apo je në Kosovë, apo je në Spanjë, apo në Gjermani, apo në Shqipëri, në Greqi, nuk e di. Do bëj çmos satani që ti të mos zbatosh urdhrimet, fesat e Atit. Do të sjellë çdo lloj mashtrimi në mendjen tënde. O, po këto ishin këta, këto ishin për, domethënë, ishin vetëm për ata. Domethënë, tani neve mund të blasfemojmë emrin e Atit, mund të vjedhim, mund të gënjejmë, se ishin vetëm për ata. Mund të shkojmë mbas hynive të tjera, që ligji për të rirë 13 apo vargje të tilla përcaktojnë, do kur të hyni në tokën që kanë premtuar, i thoshte popullit të tij që bëri besëdhjen në këtë rast fillimisht me ta. Ishte profetizuar nga Abrahami që neve do ishim një. Kishte besëdhje e përjetshme. Mos e lejo satani të mashtroj jetën tënde, mos e lejo që të mësojë gjëra që nuk janë në shkrimin, për njerëzve që janë të kapur nga errësira, sepse nuk ka dritën në ta. Shikoj Isaia 8, ja shikojmë Isaia 8. Shikojmë Isaia 8 çfarë thotë. Ne i kemi shkrimet, i kemi vargjet në Bibël. Por puna është që neve nuk i besojmë. Se po ti besonje Romakëve 8, vargje 6 deri në 8, do shikoje që mendja jone mishore nuk do t'i nështrohet ligjit të Atit, festave, urdhrimeve të tija, si natyre. Ne nuk mund të ecim në bindje. Por ti në këtë rast mund ke fuqinë e zgjedhjes për mbi mishin tënd. Ati do të ndihmojë, do të nxjerrë nga ai tundim. Por kur ti në këtë rast nuk do të zbatosh, fillon me mendjen mishore, këto gjëra, Atit na le thot hapurazi. Në mendja në mishore na le, në Romakëve 1:21 thot hapurazi, Ati na le në errësirën tonë. Sepse thot, megjithse e njohën Elohim, nuk e përlavdëruan. Ai. Është faji tia. Ja ta shikojmë. Në fakt atje ku nuk ka ligj, nuk ka shkelje. Po e hoqe ligjin e Atit, Romakëve 4, vargu 15. Po e hoqe urdhrimet e Atit, po unë nuk kam shkelur gjë, unë jam në rregull, jam i vetë drejtë, po ti do të më këshillosh mua tani. Po, do dalë të shikoj në një afër, kur flas për drejtuesin, sepse me ata e kam, që ecin në mendje mishore, se dua që të të nxjerr ty prej ata. Dua që të nxjerr në dritën e ligjit, prandaj lutem Atit që të punoj në zemrën tënde. Do thyej ato fortesa në emër të Jashuas. Do thyen ato gënjeshtra që të kanë thënë të shkulen nga jeta jote në emër të Jashuas.
Dhe çdo ligësi që Satani ka mbjellë në mendjen tënde, lutem o atë që ta shkulësh, lutem të kesh mëshirë që të eci në Toran në ligjin tënd. Anania ishte devotshëm ndaj ligjit. Veprat 22:12. Ishte personi që Mesia vizitoi para shërbesës së apostullit Shaul Palit. Shaul e ka emrin e tij të vërtetë. Anania, një njeri devotshëm sipas ligjit, për të cilin jepin dëshmi të mirë, thot kush? Judejtë që banonin atje. Si jep një dëshmi të mirë kur anullon ligjin apo kur e zbaton? Dhe Anania kishte besim tek Mesia, se e vizitoi në vizion, tha shko veri duart apostullit Shaul, sepse ishte në qik rebel ndaj me, tha, por e kam zgjedhur, thot, tani do të shikoj, thot. Mos ndoshta apostulli Shaul hoqi urdhrimet e atit? Kur e thot haprazin, në Romakëve 3:31, ku flet prapë për dy popujt, thot, tani eci me besim, thot, po ecim dhe me bindje ndaj ligjit. Dhe ja, shiko shkrimin vetë, dhe nuk dua që të flasim. I kam folur, por duhet që shkrimit her pas here të na nxjerrin në. Ja ku këtu jene veprat, ja shikoj, veprat 21. Është fundi i veprave, para se të shkonte në Itali. Dhe ishin farisejtë që kishin anulluar ligjin e atit, që Mesia adresoi të në Mateu 15 dhe në Markus 7, thot ju hipokrit keni anulluar ligjin, urdhrimet, festat e atit, thot për traditat tuaja. Kjo kishin Talmudin, Mishnën, të tëra libra që i venin përmbi shkrimin. Normal që erdhi qortimi. Vlla, apostull Shaul Pali thot, vlla, ti e shetho sa mira judejnë kanë besuar tek Mesia, thot, dhe çfarë kanë bërë ata? Kanë anulluar, thot, i përmbajnë me zel ligjit Torah së atit, thot, po praktikojnë, thot, aman kanë besim tek Mesia, këta e kanë kuptuar, këta kishin një zemër të butë, këta kanë një zemër të përullur, këta kanë shtypur mishin, këta dëgjuan lajmin e mirë dhe ecin në këtë rast dhe i përmbajnë me zel ligjit. Morën vesh, thot, e ti mëson të gjithë judejnë, morën vesh të gënjeshtra, thot, që ti po i mëson gjoja që judejnë që jetojnë në midis jo hebrejnve, që janë të shpërndarë, e thotë Jakovi 1:1, e thotë para Pjetrit 1:1, para Kefës, që thë flet për diasporën ku ishin shpërndarë, thot, ka mësuar këto gënjeshtra, thot, që duhet të shkëputen nga Mojsiu, thot, që është kjo marrëzi, thot, ti thot, nuk e ke merri, thot, biles, thot, kanë marrë vesh që gjoja ti, thot, po e thua që të mos rrethpresin djemtë, thot, apostull Jakovi, thot, ti nuk e ke bërë ndonjëherë, thot. Mere, thot, atëherë çfarë do bente pastrimin në Nazareu, do çonte sakrificën në tempull, apostull Shaul pagovi në këtë rast për 4 të tjerë, thot, merr dhe paguaj që ata të ruajnë kokën. Shko shikoj Levitikun 6 çfarë përcakton ligji për gjëra të tilla, kur akoma tempulli ishte aktiv. Nuk është tempulli, vëlla motër. Hiqe nga mendje. Ishin disa gjëra që janë disa shërbesa që ishin të lidhur me tempullin. Po ka plot urdhrime që ti dhe unë mund të mbajmë se jemi të shpërndarë në diasporë. Jemi të shpërndarë në përkombet. Ligji për 30 e thot, kur ju të ktheheni me gjithë zemër, thot, i bindeni zërit tim, të zbatoni urdhrimet e mia, thot, atëherë unë do t'u mbledh nga kombet ku ju kam shpërndarë, dhe flet pasandaj profesinë për 1000 vjeçarin, për qytetin, për Ari, të kulluar në këtë rast Xhevairin, për çdo lloj guri të çmuar që ati ka, është lavdia e tij, thot, që është në qellin e tretë. Do zbresi, thot, që ju të banoni brenda, thot, do t'i mësoni ligjin, urdhrimet kombeve që kanë mbetur mbas zemërimit tim, thot ati. Këto gjëra sot nuk i marrin parasysh. Kështu çfarë do mësojnë ata? Do mësojnë që nuk janë gjë, që s'janë gjë ato që kanë dëgjuar për ty, por që ti e anullon ligjin, po ti ecën bindur ndaj Torasë, ndaj ligjit. Ku kjo është dëshmia e apostullit Shaul Palit, shërbesa e tij në fund të shërbesës. Kur kemi motrat në Luka 23, kemi ditën e parë të festës së Bukës pa Maja, mbasi Mesia në këtë rast u kryqëzua.
E morën në këtë rast dhe e varosën. Gratë që ishin duke ndjekur nga Galilea e ndoqën, shkuan për të parë varrin, për të shikuar si ishte vendosur. Masandaj thot shkrimi, pushuan në këtë rast në sabatin sipas urdhërimit. Urdhërimi që ishte dhënë në Levitiku 23, dita e parë e sabat quhet është pushimi e fesës së bukës pa maja. Janë 7 ditët të fesës së ndromëve që quhet. Dita e parë e sabat është pushim, dita e 7 është pushim, është një mbledhje e veçuar. Po vjen në 9 prill, dita e parë e bukës pa maja. Vlla motër, leta mbyllim këtu ja. Leta mbyllim këtu, vajti goxha, me sa shikoj, do bëjmë pjesën e dytë. Do bëjmë pjesën e dytë gjithashtu në ditët që do vinë për lavditatit. Unë shpresoj të kesh marrë nga shkrimi, të mos jesh dëgjues të atij ligjit në kontekstin ne Jakovi një, po flet për ligjin, të jemi berës të ligjit të përsosur që na jep lirinë. Nuk është fjala që nga Mateu në zbulesa që Jakovi një po flet, është ligji përsosur, në radhë të parë po e fliste 12 fisëve të Izraelit. Por çdo gjë që u fliste atyre na është dhënë dhe neve, se jemi një në gjakun e Mesias, kemi akses në të njëjtën frymë tek Ati Elohim, na thot vetë shkrimi në Efezianë 2. Në këtë rast mos je vetëm dëgjues të urdhërimeve, gjëra që fola, po ti jesh berës i ligjit të urdhërimeve të Atit, fillo ti praktikosh në të mirën të mundshme, të gëzosh zemrën e Atit. Haleluja. Shalom, vlla motër, kudo që më dëgjove, lavdia i përket atij për çdo fjalë, për çdo gjë që fryma drejtoi dhe foli, dhe unë lutem që ti të fillosh të jesh i bindur si apostulli Shaul, siç e ke në ekran, për lavditë të tia. Haleluja. Adonai bekoftë dhe pas të mëshirë për secilin për nesh, që të jemi të denjë për të hyrë në portat e lavdisë në atë ditë. Lavdi emrit të tia. Haleluja.